Një tender prej 137 milion euro me negociata i shpallur nga Korporata Energjetike e Kosovës dhe nuk ka studim të fizibilitetit. Bëj thirrje prokurorisë speciale që menjëherë të filloj hetimet. Ne sikur ta kishim kuvendin e konstituum, natyrisht se sot me urgjencë do të duhej të flitej për gjendjen në Korporatën Energjetike të Kosovës dhe për mafinë energjetike në përgjithësi. Jemi në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Ka disa kohë që po ngrisim zërin kundër mafisë energjetike. Ju të nderuar gazetar tashmë dini se çfarë po ndodh në komplet sektorin e energjisë. Ka ndodhur dyfishim i faturave të energjisë elektrike, i kemi 1300 bizneset të cilat janë komplet në kaos sa i përket furnizimit me energji elektrike, të cilat po refuzojnë të nënshkruajnë kontrata me furnizuesin e fundit, dhe të cilat nuk e din fare se çfarë do të ndodh pas 60 ditëve kur edhe i kalon afati i furnizimit kekut si furnizuesi mundësisë së fundit. Ajo për të cilën do të flasu në sot është një tender prej 137 milion euro me negociata i shpallur nga Korporata Energjetike e Kosovës me 22 janar të këtij viti. Bëhet fjalë për 137 milion euro për modernizim dhe rehabilitim të Kosovës A3. Merreni me mend, Korporata Energjetike e Kosovës e ka shpallë këtë tender dhe nuk ka studim të fizibilitetit. Arsyeshmëria që këtë tender ta bëjnë me negociata thuhet është sepse është tepër voluminoz dhe operatori ekonomik nuk ka bërë studim të fizibilitetit. Pra ftohen kompanitë me konkuru dhe keku nuk e din se çfarë do të bëjnë ato kompani. Flitet për modernizim dhe rehabilitim të njësisë A3. Ka pasur disa ndryshime të kritereve gjatë rrugës të këtij tenderi dhe nëse nuk gaboj ende është i hapur. Pritet me kek pret me i pranu 6 oferta dhe mandej me i fillu negociatat me secilin prej tyne. Nuk ka penalti, nuk ka auditim dhe ka kritere diskriminuese. Është thjesht qarkullimi i kompanive kërkohet dhe gjithashtu kërkohet përvoja e ekspertave, e kjo e fundit ka ndryshu disa herë me gjasa duke ju përshtat kompanive të ndryshme. Jemi në një gjendje të kaosit total energjetike dhe kjo gjendje pritet të përkëtësohet. Andaj, edhe nga këtu po e shfrytëzoj rastin që të bëj thirrje prokurorisë speciale që menjëherë të filloj hetimet për të gjithë aktorët e involvuar në sektor. Natyrisht që një gjendje një kaosi tillë institucional ju konvenon të gjithë keqbërësve, të gjithë atyre të cilët po rrinë në pozita, sepse të paktën nëse do të kishim kuvend, ne deri me tani do kishim debate parlamentare, natyrisht do të duhet të kishim edhe komisione hetimore për të pa saktësisht se çfarë po ndodh dhe do të kishte kërkesa të paktën për rrëzimin, domethënë për rrëzimin e anëtarëve të bordit të ZRE-s, të Kostit dhe institucioneve të tjera. Kështu që po natyrisht se të gjithë atyre të cilët po përfitojnë prej kësaj situate, vakumi institucional ju konvenon jashtëzakonisht shumë. Nuk e di se sa do të zgjas një situatë të tillë, mua më vjen keq se sot për herën e 36 mirë po të gjithë e dim përgjegjësin. Përgjegjësi i krejt kësaj situate është lëvizja vetëvendosje, që ka 48 deputet në kuvend dhe janë ngujuar pas një emri për të cilën nuk i kanë votat.